Kjo gëlltitja e mllefit, do të thënë kur të bëhet padrejtësi, gëlltitja e kësaj padrejtësie edhe durimi pa ja kthyer, do të thënë është prej veprave të mira. Allahu subhanahu wa taala ka lëvduar këtë vepër, ka thonë te cilësitë e besimtarëve të mirë, ka thonë wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Do të thënë ata të cilët e gëlltitin mllefin, zemrimin ose nervozën e momentit e mban. Dhe ata që u afalin njerëzve dhe Allahu i do bamirësit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ain ma sha. Pra kush e gëlltit mllefin në momentin që mund ta zbatoje. Do të thënë kur është i fuqishëm për t'u hakmarr, atëherë e gëlltit, edhe nuk e zbaton. Se kur nuk ka mundësi, çështja është ndryshe, mirë po kur mundet të hakmerret dhe e duron dhe gëlltit këtë zemrim dhe këtë zjarr, këtë njeri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thret Allahu përpara gjithë krijesave në ditën e gjykimit. Domethënë kjo da'ahu ala ru'usil khalaiq, arabisht do të thonë që e lëvdon dhe e ngre përpara gjithë njerëzve të tjerë. Do të thonë shikoni filani, edhe thret atë, shikoni çfarë qëndrimi në ditën e Kiametit, kur Zoti i botëve, do të thonë e ngre këtë njeri, edhe e lëvdon, ja përmend emrin, edhe thot shikoni filanin, çfarë njeriu i mirë, ose si thot Allahu subhanahu wa taala, do thot se nuk është përmendur cilat fjalë do t'i thot, por ta kuptojmë situatën dhe gjendjen. Edhe thot, atëherë e ngre përpara gjithë njerëzve, edhe ja mundson të zgjedh ai prej hurive të xhenetit, atë që do ai, cilën do, domethënë ta zgjedh. Kanë thënë dietarët për këtë gëlltitjen e mllefit, çka do të thotë? Ka thonë dikush kadhmul ghaidhi tajarruhu wa ihtimalu sababihi was sabru alayhi. Do të thonë pra kadhmul ghaidh, kjo fjalë do të thotë gëlltitja e hidhrimit dhe zemrimit dhe bartja e shkakut që e ka sjell këtë, do të thonë me fal shkakun, pra dikush ka thonë një fjalë të pahishme. Kjo është gëlltitja edhe bartja e kësaj fjale edhe durimi ndaj, do të thonë ndaj asaj ndodhije.